në kuadrin e informacioneve, vetëm pak minuta më parë patëm mundësinë që të flisnim për rastin e një 14 vjeçari i cili ka kryer disa grabitje e pazakontë. Unë do ta quaj pazakontë sepse numri i grabitjeve ka qenë mjaft i lartë për një 14 vjeçar. Megjithatë do na sjell më shumë informacione për rastin e këtij të mituri, Esido Barka, i cili i themi mirëmëngjes. Esido, ti kishe bërë një përmbledhje shumë të qartë në fakt të dhënave që kishin dalë për këtë 14 vjeçar, po do doja të ishin pak më të detajuar. Po, mirëmëngjes, në fakt një ngjarje pazakontë, por jo e përsëritur të paktën gjatë viteve të fundit në Tiranë, ku të miturit përfshihen në skena dhune dhe në grabitje të ndryshme, kryesisht të bizneseve dhe të banesave, duke arritur dhe shifra rekord për shkak të moshës së tyre të mitur. Të paktën ditën e djeshme, Komisariati nr. 4 në Tiranë, në një njoftimin zyrtar, u shpreh se një i mitur 14 vjeç është arrestuar si autor i dyshuar i të paktën 150 grabitjeve dhe vjedhjeve kryesisht të bizneseve, jo vetëm në njësinë numër 8 në kryeqytet, por në disa zona të ndryshme të Tiranës. Megjithatë, i mitur i dyshohet gjithashtu edhe për disa grabitje të tjera dhe vjedhje të tjera, duke kaluar numrin e veprave penale mbi 200 sa i takon grabitjeve pra të shumave të parave apo dhe sendeve të tjera të cilat kishte arritur që të vjedhte me forcë i mituri, kryesisht motomjete apo motocikleta. Megjithatë, janë ende duke u verifikuar sa i takon veprave të tjera dhe grabitjeve të tjera të denoncuara nga qytetarët e Tiranës, nëse pikërisht i mituri është autor i këtyre veprave penale apo jo. Megjithatë, policia të paktën gjatë kohëve të fundit ishte kthyer le të themi në një shqetësim për uniformat blu pikërisht i mituri për shkak të vjedhjeve të shumta që kishte kryer, madje për disa kohësh të paktën blut e kishin identifikuar të miturin, por për shkak të moshës së tij, pra i cili nuk ishte mbushur ende 14 vjeç, nuk mund të arrestojë për shkak se parashikohet nga ligji pra mos arrestimi të miturit ose është bërë shoqërimi i tij në kushtet e favorshme në praninë të psikologut, por kuptohet edhe të paktën gjatë orarit zyrtar të punës së komisariatit. Megjithatë, më njëherë sapo ai ka mbushur 14 vjeç, ai është arrestuar nga uniformat blu dhe është përballur me akuza. Të paktën sipas videove të shpërndara nga policia e shtetit, duket i mitur i cili ka hyrë në disa biznese duke vjedhur kryesisht shumë parash, ai pikaste fillimisht biznese të ndryshme dhe më pas në orët e para të mëngjesit futej brenda duke grabitur shumë të parave. Kuptohej që ai monitoronte çdo lëvizje të pronarëve të tyre duke parë edhe kamerat e sigurisë, megjithatë në grabitjet e fundit që ai ka kryer nuk është kujdesur fare për kamerat e sigurisë dhe ka vepruar i pashqetësuar fare as pak edhe pse po filmoi në këto momente. Të paktën dhe 2 persona të tjerë janë arrestuar nga policia e Tiranës ditën e djeshme, Agron Doçi dhe Altin Hyseni, të cilët dyshohen se kanë shtyrë të miturin për të kryer grabitje kryesisht të motocikletave apo të motoreve të ndryshme, ku më pas ia blinin të miturit dhe i shistin në tregun e zi. Fatkeqësisht edhe pse në një moshë të mitur, 14 vjeçari rezulton përdorues i lëndëve narkotike kryesisht të kokainës, ndaj edhe po merren masa për rehabilitimin e tij, kuptohet me mjekët ligjor dhe më njëherë për më pas do të bëhet le të themi shoqërimi i tij drejt ambienteve të paraburgimit për të miturit në Kavaj. 2 personat e tjerë që ne përmendëm me emër, si do janë arrestuar, the apo jo? Ata vetë kishin precedent penal? Po, paktën nuk figurojnë me precedent penal në fushën e vjedhjes, ka patur rolin e nxitësit në fakt për të mitur, kryesisht të cilët të shtynin për të vjedhur motocikleta dhe më pas i shisin në tregun e zi. Sa i takon ngjarjeve në fakt janë të paktën 150 vepra penale për të miturin që rendojnë, por megjithatë të 2 arrestuarit nuk janë të përfshirë le të themi në vjedhje lidhje familjare, ishin njerëz që i kishte komshin, pra e dim çfarë raporti kishin me të miturin? Ishin persona të njohur të tij, të cilët në fakt merrshin me shitjen e motorave apo të motocikletave të ndryshme, të cilët shfrytëzonin të miturin, pasi e dinin se ai vjedhte motocikleta të ndryshme, shfrytëzonin në mënyrë që t'ia blinin më me pak lekë dhe më pas t'i shisnin sërish në tregun e zi. Megjithatë, Esido Ndjes Berkena, shpresojmë që ky 14 vjeçar mos të bëhet shembull për bashkëmoshëtarët e tij që të ndjekin të njëjtën në rrugë. Megjithatë, sipas ligjit, çfarë parashikon të ndodhë në këto raste? Pretendohet që të çohet në një shkollë riedukimi, në një qendër, çfarë do të ndodhë konkretisht? Pikërisht, Flori, siç e thamë edhe më përpara, në fakt ai ishte identifikuar të paktën dhe vitin e kaluar, por për shkak të moshës së mitur nuk mund të arrestojë, menjëherë sapo ka mbushur 14 vjeç, në fakt për ironinë të fatit ai ka mbushur 14 vjeç 2 ditë përpara se të arrestojë, madje ditën e ditëlinjes së tij ai kishte kryer 3 grabitje në Tiranë, pra 3 biznese të ndryshme ku kishte arritur që të futej brenda natës. Nivel eksperti. Ka mbushur 14 vjeç, ai është
Po, me njerë sa po ka mbushur 14 vjeç, ai është arrestuar nga komisariat e numër 4 dhe pritet që të çohet në qendrat të rehabilitimit në Kavaj, pikërisht ku strehon të miturit dhe trajtohen në kushte, le të themi, në prani të sociologëve apo të psikologëve. As më tepër që i mituri i cili figuron një përdorues i rregullt i lëndëve narkotike, kryesisht të kokainës, pra të drograve të forta, edhe pse në një moshë fare i vogël, pra vetëm 14 vjeç, ku të paktën kontaktin me lëndet narkotike dyshohet që ka patur që në moshën 11 vjeçare, por kjo të pritet paktën nga ekspertët për të vërtetuar dhe për të nisur trajtimin e tij. Megjithatë, këto nuk janë raste. Po, e fundit pyetja që kam, po shkurtimisht, janë 150 raste, të cilat siç e tham janë evidentuar nga policia, qoftë edhe nga kamerat e sigurisë. Në çfarë harku kohor? Pra po flasim për vitin e fundit apo janë 150 vjete të cilat janë bërë në gjithë këto vite, ndoshta edhe që në kohën kur ai filloi të përdorte lëndët narkotike? Të paktën vjedhet 150 vjetë janë kryer të paktën gjatë 2 viteve të fundit, por aktiviteti i tij kriminal është shtuar sidomos gjatë vitit të fundit. Kuptoj që në moshën që ka qenë më i vogël ka qenë më pak vepra penale ndaj tij, por të paktën gjatë vitit të fundit ka patur një shtim të veprave penale, kryesisht të vjedhjeve, të identifikuara nga policia, por në mungesë të zbatimit të ligjit për shkak të moshës së mitur. Esido, je shumë i qartë. Faleminderit për gjitha informacionet. Faleminderit Esido. Faleminderit.